babe babgjysh dhe është e martuar në Kosovë, bashortin shqiptar të Kosovës dhe përrjedhoj nuk ndihen ai ofendum qoftë këto thot Kurti, dhe e treta për mënyrën se si po i qaset këtij fjalorit vet pasur, rregullisht ka jo afrim mes njerëzve, jo te i kalim barrierash, por tentim që me gjetë në çdo situatë me lënë ka një shej e të refuzimit. Unë nuk pajtona në asnjë mënyrë me deputetin Kraki, ju e përdor një shprehje të bukur bataku në cilin gjindemi tani, është që po vazhdon për sa kohë. Gjithsesi, është në nivelin e shprehjeve. Prej sondit e emisionit vetëm shprehjet. Jo pa qëllim po e përsëris, zotni Visoka e përdori një shprehje shumë bukur, tha, në këtë batakun tonë. Me të vërtetë është batak për arsye se ajo që në vazhdimsi e kam thonë, shpërftyrimi i arsyes politike, i mendësisë politike në Republikën e Kosovës ka ndodhur dhe është investuar fuqishëm me ardhen këtë drejgje. Tani, unë vazhdoj të jemi besimit që ai që ka privilegjin për të bën si pasojë e fuqisë, ai ka dhe përgjegjësinë. Përrjedhoj, siç thot deputeti Kraki me këtë shprehjen kampi fitues, dhe unë kam marak me e quajti pari pas zgjedhjeve, se kampi fitues është ai që e çon deri në skajt fitoren. Ai që fiton zgjedhjet është fitues. I pari pas procesit zgjedhor kemi aktualisht. I pari ose fitues. Edhe kjo është pasuri gjysore. Është sinonim që thot njëjtën gjë. Ti zgjedh me përdori pari, unë se kam i fitues. I pari pas procesit zgjedhor ka privilegjin për arsye se është i pari. Këto janë faza tjera tani. Me atë shpjegimin që është tradicional nga ana e këtyre që janë nën rrezën e mendimit të televizit vendosje kur thonë se këtë shpjegimin numerik, matematikor, 2 fesh më shumë se i pari, se i dyti, 2 fesh më shumë se i treti, e ngjajshme, por që ky i pari momentin që rezultati tregohet me shifrat kanë vlerë. Shumë drejt, shumë drejt. Edhe për çi. I pari pas procesit zgjedhor me 48 deputet ka ngel aty dhe në kushte normale, ky që ka këtë fuqi, gjithka qenë historinë e njerëzimit, dhe mos veprimtarinë politike, qofse sidomos ka një atë dashuri edhe atë vatonin kur nën me qire, e dinë për të vetin, po jo me një, vetëm kur e ka fuqinë, si ka ndodhur rregullisht me kreun e lëvizjeve vendosje, që është mrekullia Perenis, ka ndodhur së dhe një çështje tjetër, vizita edhe dhënia e doktor honoris causa ish kryetari i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë Hisashi Ovada, që është jashtëzakonisht veprim i shkëlqyeshëm, por ishte interesant me po në takim njeriu që edhe nuk e ka përçmu vendimin edhe procesin, dhe sot jam bindur që edhe zotni Ovada është çudit në ka dash pak se ky se ka njoft atë proces. Ky se ka pranuar si të mirëqen, nuk e ka dhënë meritën e vet. Edhe evoluojnë, kështu edhe në. Po jo, evoluimi është ky interesant, është me hapa galopan. Se si është shkëlqyeshme kjo? Por, a di si ka ndodhur? Këto dallimi tek njerëzit që politikën e shohin si diçka ku duhet me usinu ma e madhja, ma e mira, edhe njerëzve tjerë që janë vëzhgues